Zeid ibn Amr ibn Nufejl kalon të pran arabëve që i mbytshin veçanti fëmijët e tyre apo vajzat e tyre dhe i vlen të thënë unë pse be mirë dhe këse s'ka me hangër, s'ka me apo tutë mu që ku të rritën s'kena me shka me ushtje dhe ke unë ushtje si dush maj, si dush bjema unë ushtje ishte ai i cili shpëton të vajzat në veçanti fëmijët në përgjithësi kur arabët e kishin një zakon të nënçmuar të përbuzur që t'i fmiqin fëmijët e tyre, në veçanti vajzë. Kur i linë të atyre vajzë, a i banke me fol me vetë vetë. Si kur shqiptari, kur thoton, a? Kur t'i linë të njerë vajzë, si të mos di me 4-5, po? Atërë fillon me fajsukan, kërruën. Për ata të regohet njoni kështin linë 4 vajzë. Dhe gruj së të nëshë të tëmë. Se fëmijë në shkollë e prishin një mësuse 35 vjeçar. I thojnë një mësuse, pse s'po martohesh? Thotë mësoni, mos më pyetni mua. A mos fëmijë prapë pyes. Pse s'po martohesh? E thotë për ja tregoj një gjë. Thotë kishin gjendë prind dhe kishin lind 4 vajzë. I lindin 4 vajzë. Dhe ki thotë baba për prindi buri, kërsuat gruzi, thotë, si të malishtë dhe një vajzë ka me qitë në rrugë, kush bërë të murë? Edhe vërtet, të 5 të i lindë vajzë, mësusja për jetë dëftonë fëmijëve. Kur i lindë të 5 të vajzë, ki thotë e qëftën të tëra gjamije se e le. Pritë një ditë se për merë, dikur se merë. Pritë një ditë se merë. Pritë të ditë se merë dhe merë. Dhe e shënë të shpije dhe i thotë në goshë për thonë. Kënë shë fundit. Edhe njëherë me ma linë një vajzë, thot ti bashkë me ta të baba jëtë. Shtu se ajo i ka fërë. E di shka ndodhë. Në 6 fëmijë e përgëzojnë mjekët këtë përindë se është gjallë. Dhe kikësohet me ponsë. I rinë 6 fëmijë gjallë, delës për spitalit me gjallin të shkojnë shpi, i vdes vajza parë. Pasat jetë që të zonë e prapuje. 7 fëmijë gjallë. Ku shkon në shpi, i vdes vajza dytë. Pasat 8 fëmijë gjallë. Ku shkon në shpi, i vdes vajza tretë. 9 fëmijë gjallë. Ku shkon në shpi, i vdes vajza 4. Sa me të? Një vajzë dhe 4 gjemë. Qatë vajzë që e hedhte, që e nëzërët të jashtë. Tha pastaj, mësusja për e të tonë të mime. Tha pastaj këto rritën, dhe fillojnë tha prindit të mëshorë. Tha nona plakët dhe smuët, baba thot dhe vjetrohet. Tha dhe vendosin që ta martojnë gjallin e parë. Ta kalojnë vajzë. Që ta bojnë një nuse, pastaj ta martojnë vajzë. E martojnë gjallin e parë, mas di jave nusja kërston gjallin dhe thot, janë banes në vete, ja unë e da në piti. Thot, da gjalli parë. Qëka të bojnë të? Ta martojnë gjallin e dytë. Ta kur e martojnë gjallin e dytë, kalojnë 3 javë, dhe gjallin ditë me nusën dahat nga prëllë. Ta martojnë gjallin e tretë. Dhe gjallin e tretë mas një muj, dahat nga prindrit. Ta e martojnë dhe gjallin e 4, mësusja për ja dëfton, dhe i pas një mujve dahat. Tha atëre dhe i vdes nona kësaj vajzës, dhe kjo vajzë ta kishte ngejnë vetëm me babën e vetë, ku baba vetë një ditë i vjen një sulme dhe paralizohet. Dhe thasoj dhe kësaj dite, ki babë dhe ki prind ta kujdeset nga kjo vajzë, në zonës të ndershëm të. A të dëshirën me ditë se kush është ajo vajzë që kujdeset për babën e vetë dhe s'ka planifiku të martohet, deri sa babën e ka në këtë gjendje, thotë, është mësusja juaj. Për ata Allah ka thonë, u alejse dhe këru këllë unë tha. Nuk është moshkulli si vajzë as tjerë. E arabëve kër i linë dhe vajzë, ato u tërpronin.
Dhe thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin e Kerim, e yumsiku ala hun am yadussu fi turab. Dhe ai që klarifikon të shpejt. Ata maje i tërpëruar tani jetën apo ta shtin vaj. Arabët fëmijët i miqin në di mënyra. Nëse ishte fëmija i përsa lindur, e shtishin dhe e voroshin gjallë. Ose e lishin që të rritet i ban 10 vjetë, e kur i ban të 10 vjetë e qojshin të një pus dhe thoshin shiko poshtë, kur këshike poshtë, baba e qitë kënë pus dhe e mitë ke fëmijën e vetë. Arabët, në çështjen shoqërore, ishin të tillë para ardhjes së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.